Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takojmë sërish edhe në këtë javë. Sonte do të flasim për dy nga ndërhyrjet më të avancuara në fushën e oftalmologjisë moderne. Do të flasim për largimin e dioptrisë me laser dhe keratokonusin. E të gjithë detajet në vazhdim do të diskutojmë me doktoreshën nga klinika gjermane e syrit Belinda Pustina. Doktoresh, faleminderit shumë që je sonte me ne. Mirëmbrëma, ju faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë emision kaq të qelluar dhe të shikuar. Doktoresh, po nisim me një herë me pyetjet se çfarë është largimi i dioptrisë me laser. Atëherë, për të parë personi mirë, duhet domethënë të ketë të gjitha mediumet ose të gjitha pjesët e syrit të dukshme së pari. Dhe e dyta të ketë edhe formën e duhur që pika, domethënë rrezet e dritës të takohen në pikën më të qartë të pamërit tek retina. Mirë, po ka raste kur syri ose është më i vogël ose është më i madh dhe këto rrezet e dritës nuk mund të takohen tek pika më e qartë të pamërit dhe në këtë rast na nevojitet një forcë thyerse e këtyre rrezeve të dritës që të takohen këto rreze në pikën më të qartë. Dhe në këtë rast ne mund të përdorim syza ose thjerza të kontaktit që personi të sheh më mirë. Mirë po, për personat të cilët nuk mund t'i mbajnë syzat, janë lodhur nga mbajtja e syzave, atëherë kemi edhe metodë tjetër, me anë të cilit këto çrregullime të refraksionit mund të korrigjohen me anë të një laseri ku bëhet korrigjimi i pjesës përparme të syrit apo kornesë dhe këto rreze të dritës do të takohen tek pika domethënë për të parë qartë dhe në këtë rast do të bëhet largimi i syzave apo i thjerzave të kontaktit. Sa zgjat vetë procedura e operacionit me laser? Atëherë, me avancimin e teknologjive, kemi ardhur në një fazë ku largimi i dioptrisë domethënë bëhet brenda vetëm disa sekondave. Pra, brenda vetëm disa sekondave largohen dioptrit, varet sa dioptri ka pacienti, domethënë sa më shumë dioptri ka dhe kohëzgjatja mund të jetë pak më e madhe, por flasim për sekonda. Po, sa sekunda mund të jenë për një operacion me laser? Rreth 2-3 sekonda zakonisht largohet dioptria, po. Doktoresh, kur rekomandohet dhe kur jo pra përdorimi i laserit, pra ose operacioni me laser? Po, shumë pyetje e mirë, atëherë jo të gjithë personat mund t'i largojnë syzat, për shkak se jo të gjithë janë kandidat të mirë për largimin e syzave. Para se të vendoset për largimin e dioptrisë, pacienti duhet së pari të bëjë një ekzaminim oftalmologjik të thellë, ku domethënë do të ekzaminohet së pari për smundjet e syrit. Në qoftë se një pacient ka smundje tjera të syrit, atëherë nuk rekomandohet largimi i dioptrisë, për shembull keratokonusi, e cila është një smundje ne thojmë progresive ose që shkon tërkohës të u bë më keq e më keq, ku xhami i syrit deformohet dhe hollohet ajo pjesë. Dhe në qoftë se bëhet largimi me laser, atëherë do të hollohet edhe më shumë pjesa përpara dhe do të rrezikohet syri. Për shembull, tek këto raste nuk bën. Pastaj tek smundjet siç është glaukoma apo rritja e tensionit syrit, në ato raste po ashtu nuk rekomandohet, sidomos kur kemi domethënë një rritje të lartë të tensionit, cili veç ka bërë dëme në nervin e syrit, edhe në sëmundje tjera ku së pari duhet domethënë të trajtohen këto smundje, të stabilizohet syri e pastaj të vihet drejt tek eliminimi i dioptrisë me laser, si dhe mosha. Mosha ka shumë rëndësi. Pra, para moshës 18 vjet nuk rekomandohet largimi i dioptrisë me laser, si dhe një gjë shumë e rëndësishme, nuk guxon të ketë lëvizje të dioptrisë brenda së paku një viti para intervenimit. Sa është e sigurt kjo procedurë dhe cilat janë ato rreziqet kryesore të kësaj procedure? Kjo është një procedurë shumë e sigurt, e cila ka shumë sukses. Nëse flasim për efekte anësore, ato janë minimale dhe zakonisht janë të menaxhueshme nga mjeku i syve, i cili domethënë është i trajnuar për të mjekuar këto efekte anësore. Mirë po, si më të shpeshtat,
paraqitet syri i thatë, i cili trajtohet pastaj me lot artificial, si dhe hallot rreth dritës, të cilat po ashtu me avancimin e teknologjive, këto aparaturat e reja shkojnë gjithmonë në perfeksionizim, që këto hallot të jenë sa më të vogla. Sa është mundësuar që tashmë një operacion me laser të jetë sa më efikas dhe të jetë një procedurë më e shpejtë shkaku i teknologjisë? Po, teknologjia do të thënë ka avancuar shumë. Kemi për shembull ne në klinikën gjermane, kemi një aparaturë shumë të sofistikuar, Teneo, e cila do të thënë ka një shpejtësi shumë të madhe të punës, po ashtu edhe detektim të lëvizjeve të syrit. Në qoftë se pacienti gjatë intervenimit e lëviz syrin, e detekton shumë shpejt edhe e ndalë procedurën, pastaj e vazhdon përsëri kur të qetësohet syri. Do të thënë ka arrit një shkallë të lartë të avancimit në teknologji. Doktoresh, ju vetë personalisht, a mund të na ndani ndonjë përvojë apo rast që keni hasur në klinikën e juaj, apo përgjithësi në klinikë? Patjetër, klinika gjermane e syrit është një klinikë e cila është si sinonim i profesionalizmit dhe po ashtu i teknologjisë më të re në fushën e oftalmologjisë dhe kemi pas shumë raste, ka 20 vite që punojnë do të thënë me pacient dhe gjatë këtyre 20 viteve patjetër kemi pas raste të ndryshme, prej më të ndryshmeve dhe shumë të suksesshme. A ka ndonjë rast ashtu që ju ka prekur juve ose ka mundur të shkoj me rrezik, por ka përfunduar me sukses? Patjetër kemi pas raste shumë, do të thënë raste të cilat kanë pas sukses shumë të madh, ndoshta edhe nuk kanë besuar që do të kenë sukses, po suksesi ka qenë shumë i madh. Kemi pas raste kur pacienti për shembull thotë ende i kërkoj syzat ku i kam kur zgjohen prej gjumit, ose nuk i kam pa detajet e shtëpisë ose të oborrit ose lulet, nuk i kam pa më herët si janë duk më herët, do të thënë prej asaj që nuk kam pa larg, do të thënë është një metodë shumë falendëruese, e cila është e shpejtë me efekte anësore minimale dhe po, si ju ka bërë juve të ndjeni, me qenë se i keni dëgjuar ato fjalë nga pacientët e juaj, si ju ka bërë të ndjeni emocionalisht? Atëherë çdo mjek kënaqësinë më të madhe e ka kur pacienti është falendërues dhe gjithsesi na jep kënaqësi patjetër shumë të madhe. Po ashtu edhe pacienti pastaj ndihet mirë dhe ato fjalët që din t'i thot në atë moment të prekin më shumë se gjë tjetër. Doktoresh, sa shpejt pas operacionit pacientët mund ta marrin veten, pra mund ta marrin përmirësimin e shikimit? Këto janë procedurat e cilat efektin e kanë në fakt të menjëhershëm. Pacienti menjëherë mundet të lexon orën ose të shef diçka në dhomë kur e pyesim. Mirë po, ditët e para patjetër që mund të kenë turbullira të vogla, ato shqetësime kalojnë brenda disa ditëve, javë, te dikush më shpejt, te dikush më ngadalë. Edhe pse është procedura e njëjtë, është për shembull kirurgu i njëjtë, aparatura e njëjtë, te disa persona ju kalon më shpejt efektet, te disa, domethënë, qartësia e pamurit vije disa ditë më vonë. A ka pasur personalisht ndonjë telefonat ashtu të ju thras dhe t'ju thot doktoresh po shoh trubull ose nuk po ndjej veten mirë, të sigurt? Ka shqetësime gjithmonë. Gjithmonë ka shqetësime, mirë po ne kujdesemi që pacienti para se të hyjë në kirurgji, në këtë ndërhyrje të informohet mirë. Domethënë e para përgatisim se çka do të sheh të nesërmen, pas nesërmen, si do të jetë gjendja dhe po ashtu e thrasim në kontrolla të rregullta të nesërmen, pas një jave, pra e kemi tërë kohën në kontroll gjendjen dhe kemi atëherë edhe mundësi që të bisedojmë edhe të klasim të. Po, cilat janë ato përgatitjet para operacionit që ja bëni ndonjë pacienti dhe cili është ai kujdesi që mund të marrë ai paraprakisht?
Po, së pari, në qoftë se për shembull pacienti është duke mbajtur thjerza të kontaktit, atëherë thjerza të buta të kontaktit, atëherë ato largohen disa javë, rreth 2-3 javë përpara, për shkak se nuk duhet që thjerza e kontaktit të jetë e vendosur ditët dhe javët para intervenimit. Ndërsa në qoftë se kanë thjerza të kontaktit të forta, edhe më shumë është periudha kohore të cilën duhet të rinë pa thjerza të kontaktit. Po ashtu nuk rekomandohet vendosja e parfumit me erë gjatë intervenimit, të kremrave, i themi pacientëve që të jenë të pushueshëm, të jenë të përgatitur për intervenim, dhe pastaj bëhen matjet ku shikohet domethënë si është kornea me pentakam, e shohim se si është trashësia e korneas, a është ai pacient, siç tham, kandidat i mirë për të futur në intervenim. Po ashtu bëhen edhe teste tjera, siç tham më herët, për të eliminuar sëmundje tjera dhe pastaj domethënë mund të hyjë në operacion. Po cili është ai kujdesi pas ndërhyrjes? Atëherë pas ndërhyrjes, patjetër do duhet që pacienti të ketë kujdes ta mbajë syrin së pari pastër, mos të vendos shampon ose kremra ose diçka në sy që të t'i pengojnë brenda në sy. Po ashtu nuk rekomandohet shumë aktivitete fizike të rënda me njerë mbas intervenimit, po ashtu kanë terapi në formë të pikave dhe yndyrës të cilën e aplikojnë pas intervenimit, të gjitha ato domethënë i shpjegohen pacientit para se të hyjë në intervenim. Po çfarë ndodh pra nëse pacienti ka tharje të syve? Kemi pacientë të cilët kanë tharje të syrit para intervenimit. Atëherë këta pacientë duhet së pari të trajtohen për tharjen e syrit e pastaj të nënshtrohen intervenimit kirurgjik, për shkak se vetë eliminimi i dioptrisë me laser ka 1% tek disa pacientë ka mundësi që të bën një tharje të vogël të syrit. Kështu që nëse pacienti vetë ka syrin e thatë edhe pak i shtohet prej intervenimit, atëherë mund të keqësohet gjendja më tepër. Mirë po, patjetër ne këta pacientë i diagnostikojmë më herët, i trajtojmë me lot artificial dhe me preparate tjera të cilat duhet për syrin e thatë dhe pastaj i nënshtrohet intervenimit kirurgjik dhe mbas intervenimit po ashtu aplikohet një lot artificial që të mbahet syni me atë lagështinë e vet që e ka. Po kjo procedura mund të kryhet edhe tek personat, pra apo pacientët që kanë më shumë miopi të lartë, dhe mund të na shpjegosh së pari për miopinë, se çfarë është për shikuesit? Atëherë, miopia është një gjendje ku, siç tham në fillim, këto rrezet e dritës duhet të prehen në retinë në një pikë, tek ta pacient është boshti më i gjatë i syrit dhe nuk prehen në retinë, por prehen para pjesës pikës të pamërit më të qartë. Dhe në këtë rast, për shkak se syri është më i madh, kur është miopia shumë e lartë, do me thënë flasim për dioptri shumë të larta minus, atëherë në këtë rast mund të kenë edhe çrregullime tjera. Për shembull, shtresat e syrit mbrapa, tek këta persona kanë rrezik që të shkoliten, të ndahen njëra prej tjetrës. Dhe për këtë shkak dhe të formohen disa ndryshime degenerative që thëjmë ne mbrapa në sy, dhe në këtë rast duhet domethënë pacientët të egzaminohen mirë, t'ju egzaminohet retina se si është, a është në rregull, dhe po ashtu të kontrollohen nëse kjo miopi, për shkak se tek këtë pacient kjo miopi shkon të urit, domethënë dioptria minus shkon duke uritur tër kohës, atëherë egzaminohen deri në kohën kur është stabilizuar dioptria. Mirë po, tek dioptrit shumë të larta, atëherë nuk rekomandohet ky lloj intervenimi, por ka intervenime tjera në të cilën ose largohet plotësisht thjerza natyrale e personit dhe zëvendësohet në një thjerzë speciale të cilën ne e kemi
në klinikën gjermane, po ashtu kemi edhe thjerza tjera të cilat domethënë vendosen në mes të thjerzës natyrale dhe të xhamit të syrit apo kornes. Të ndalim pak tek keratokonusi, çfarë është? Atëherë, keratokonusi është një sëmundje progresive, pra tër kohën shkon duke progreduar. Dhe tek këto raste, kemi domethënë dioptri, pacienti vjen me një dioptri, zakonisht me astigmatizëm, ku xhami i syrit nuk ka formën e lakuar si të topit që duhet ta ketë, mirë po vende e ka ato shtypur, edhe rrezet e dritës që vijnë nga jashtë nuk përthehen në mënyrë të duhur, por në një mënyrë të çrregullt. Dhe në këtë rast, domethënë nevojiten syzat, thjerzat e kontaktit apo largimi i dioptrisë me laser që këta persona të shohin. Mirë po, tek keratokonusi kemi progredim të sëmundjes ku xhami i syrit tërkohës shkon duke u holluar. Ky është problemi kryesor, domethënë që për shkak se xhami kornea shkon duke u holluar tërkohës, atëherë nuk guxon që ti nështrohet intervenimit me laser, për shkak se edhe një hollim tjetër nga intervenimi me laser mund të dërgon deri tek hollimi i tepërt i korneas. Mirë po, kemi laser tjetër i cili e forcon xhamin e syrit që mos të progredon edhe mos të hollohet. Pra është një lloj i laserit tjetër, i cili quhet si metodë quhet cross-linking dhe bëhet forcimi i xhamit të syrit apo i korneas dhe ndalet progredimi i sëmundjes që mos shkon të bëhet më keq. Po ashtu edhe këtë e kemi domethënë në klinikën gjermane. Por a mund të përdoret edhe laseri standard për pacientët që kanë keratokonus? Vetëm në qoftë se keratokonusi është ka ndalë së progreduari, domethënë nuk është duke u bërë më keq, ka trashësi të mjaftueshme të korneas dhe këta pacientë janë domethënë përcjellur një kohë shumë të gjatë me gjendje të stabilizuar, domethënë vetëm në raste të ralla. Përndryshe, në qoftë se është duke progreduar, atëherë është kontraindikuar. A ka të bëjë kjo lidhur edhe pak me moshën e ndonjë pacienti? Keratokonusi zakonisht paraqitet tek moshat e reja, domethënë zakonisht në pubertet dhe ndalon së progreduari zakonisht në moshën 40 vjeçare. Kështu që kjo është mosha që mund të paraqitet, mirë po kemi raste kur paraqiten edhe më herët ose progredojnë edhe më vonë se 40 vjet, mirë po janë më të rralla. Po a ka rreziqe nëse tek një pacient me moshë më të madhe, pra paraqitet kjo? Po kështu, zakonisht në moshat më të shtyera kjo ndalon së progreduari. Ajo fillon më herët, më rrezik janë moshat pak më të reja, domethënë zakonisht fillon rreth moshës 20 vjeçare. Edhe i vetmi shqetësimi i pacientëve është se i ndrojnë syzat, por nuk mund të bëhen rahat. Domethënë tër kohës i ndrojnë syzat edhe nuk shohin me cilat do syza që i ndrojnë nuk e kanë pamjen mirë. Dhe në atë rast, në qoftë se astigmatizmi është më i lartë, atëherë kërkohet një pentakam që e përmendëm më herët, ku analizohet kornea apo pjesa e përparme e syrit, edhe në bazë të saj diagnostikohet keratokonusi dhe pastaj trajtohet me metodën cross-linking, e cila po ashtu është metodë laserike me rezatim ultraviolet A edhe me një lloj vitamini i cili e forcon xhamin e syrit që mos të progredon, mos të hollohet më tepër edhe ndërpritet aty ku është. Doktori, për fund, cilat janë këshillat e tuaja sa i përket kësaj teme? Atëherë unë këshilloj që pacientët të cilët nuk janë rahat me syzat e veta apo me thjerzat të kontaktit, patjetër që mund t'i nënshtrohen këtij lloji intervenimi, mirë po gjithsesi të kenë kujdes për këto që i folëm deri tash, që domethënë të kenë një kontroll te oftalmologu paraprakisht, mos kenë lëvizje të dioptrisë një vit para se të largohet dioptria, po ashtu të eliminojnë të gjitha sëmundjet tjera të cilat mund t'i kenë
në sy dhe të jenë të informuar mirë për çfarë do lloj efekti ansor i cili mund të vijë edhe të informohet po ashtu për llojin e trajtimit i cili mund t'i propozohet në qoftë se ju ndodh. Doktorisht, falenderoj shumë për kohën dhe të gjitha sqarimet që i dhe për shikuesit tanë. Ju falenderit për ftesën. Shikues të nderuar, tani në vazhdim ju ftoj të ndiqni historien e realizuar nga gazetarja jonë Rona Veseli, e cila do të na tregoj detajet e reja nga pajisja më e re në klinikën gjermane të syrit. Mirë se vini në klinikën gjermane të syrit, vendi ku kujdesi për shikimin bashkohet me teknologjitë më të avancuara dhe profesionalizëm gjerman. Këtu, çdo hap drejt një shikimi më të qartë fillon me besim, përkushtim dhe pajisje moderne të nivelit ndërkombëtar, që nga momenti kur hyn, ndihesh i sigurt, ambienti i pastër, stafi buzëqeshur dhe specialistë të oftalmologjisë që punojnë me standarde evropiane. Klinika është e pajisur me aparaturat më të fundit për diagnostikim, matje të shikimit, skanime të retinës, kontroll të presionit të syrit dhe ndërhyrje me lazer pa prekje. Teknologjia që përdoret, si lazeri për korrigjimin e dioptrisë, pajisjet moderne për operimin e kataraktës dhe sistemi e avancuar për matjen precize të syrit, u mundson mjekëve të marrin rezultate të sakta dhe të ofrojnë trajtim maksimalisht të sigurt për çdo pacient. E pacientit, atëherë është ardhi një bashkëpunim shumë i mirë, për arsye se pacienti ndonjëherë vetë pacienti më shton që për herë të parë unë po e kuptoj që çfarë smundje pastaj. Realisht, mundësia e diagnostifikimit një smundje në klinikën gjermane të syrit është shumë e madhe. Për arsye se aparatura që ekziston këtu është për çdo segment të syrit kemi mundësi të ekzaminojmë, të bëjmë matje, kështu që mundësia e përcaktimit të diagnozës është shumë e madhe. Diçka e mirë është që ne gjithmonë jemi munduar që të jemi në hap me kohën. Kur e dim që në gjithë botën perëndimore kemi gjithmonë të reja, kemi risi, dhe ne gjithmonë jemi munduar që të jemi në hap me ta. Kështu që edhe në kohët e fundit, tash javët e fundit, kemi marrë edhe laserin, aparatin laserit për largimin e dioptrisë, që është fjala e fundit e teknologjisë. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe shihemi në emisionet e radhës.